reagime, po ati edhe shumë të themi kështu lajme për emrat se kush mund tjetë, madje zotri Krasniqi në një deklarim për media djef u fol edhe për emrin e zotrit Enver Hoxhaj që do të mund të rikandidante dhe a i tha se është optimist nëse ndodh kjo, por për gjitha këto zhvillime do të flasim tani bashk me Ali Sefaj dhe Sali Rexhaj. Besoj që tashmë i kemi në linë. Kemi opinionistët tonë edhe natyrisht tashmë për te asaj që është shkruar dhe është thënë, ne do të bëjmë një analiza dhe pyetja e parë për të dy është që pse da dorëheqje Memli Krasniqi. Do të Po nëse është pyetja për mua, ne kisha Po, mund të nisim nga ju. Kisha thonë se është një llogaritje kështu matematikore, është për interesat të PDK-s në radhë të parë, sepse në Kosovë nuk po funksionon ajo që funksionon këtu prendim që një kryetari partie nuk është e domosdoshme që të jetë edhe kandidat për kryeministër. Ndërsa në Kosovë është logjika tjetër, është kryetari i partisë do të jetë edhe kryeministër dhe kjo do ta sjell Bedri Hamzën në krye të partisë. Sa di unë kjo nuk është i vetmi vendim, nuk është e vetmi angjarë se do të ndodhen në këto ditë në parti politike. Edhe në kryesit LDK-s do të ketë ndryshime, do të vje Hykmete Bajrami dhe në AKE do të vje Ardian Xhini. Duket se kjo, unë sa kam informata, kjo është... Direkt me të gjitha informacionet, natyrisht do të flasim edhe për to, se është hapur një, le të themi një rrugë për diskutimet e reja, se çfarë zhvillime do të ketë edhe në partitë të tjera politike. Por le të marrim një opinion tjetër për atë që pse edhe dorëheqje Memli Krasniqi. Është refleksioni që ai si politikan i ri ka dashur ta jap karshi rezultatit zgjedhor me të cilin është përballë partia e tij, veçmas nga nevoja që kandidati për kryeministër, siç është aludu edhe në zgjedhjet e kaluara, do të kishte performancë më të mirë në rast se do të ishte edhe kryetar partie. Padyshim që në Partinë Demokratike ka zëra që ka mos pajtime dhe ka fërkime të brendshme, veçmas nga grupimi atyre që duket se ju ka penguar reforma, apo s'kan qenë dakord me reformën, si rezultati asaj që ata perceptojnë se në qytetet apo në zonat ka ata vinë, kanë bastione dhe duhet të kenë më shumë vendimarrje dhe veçmas. Fjala e tyre duhet të përfillet qoftë edhe nga organet e ngushta drejtuese të partisë. Përballë një rezultati të tillë, besoj edhe një divergjencë të brendshme, mendoj që veprimi i Memlit është veprim i mirë dhe është veprim jo i zakonshëm në politikën kosovare, për arsye se ne kemi pa lider të humbin pafundësisht, të humbin edhe komuna dhe të mos lodhen për veprime të tilla. Dhe si e shihni, zotri Rexhaj, pozicionimin e PDK-s pas këtij zhvillimi? Nëse në dhjetor do të jenë zgjedhjet nacionale, si e parashihni PDK-n? Po PDK-s do t'i prij Bedri Hamza, do të thonë edhe partisë edhe do ta ketë ato mandatin për kryeministër dhe me siguri se Memli në këtë kombinim me Bedri Hamzën e kanë rrit partinë prej se kanë marrë për 155.200 vota. Unë jam i sigurt se Bedri Hamza si ekspert dhe si njeri me përvojë të madhe pa afera do ta arrisë edhe për 20-30 mijë, kështu që vazhdon që PDK-ja të jetë faktori i madh, do të thotë unë besoj se sërish do të jetë partia e dytë, mas vetëvendosjes se cila llogarisë do të bie diku në 35%, ndërsa është e mundshme që AKE-ja, LDK-ja dhe Nisma bojnë koalicion, më mundu me nxon pozitën e dytë para PDK-s dhe kështu me kalkulu se e marrin mandatin për kryeministër. Pra Bedri Hamzën e shihni si emrin kryesor, edhe si drejtuesi i partisë, apo jo? Nuk po, e pa dyshim, kjo është 100% e sigurt. Thoni që s'do të ketë emra të tjerë? Ja, nuk do të ketë emra të tjerë. Pse? Ajo është njeri i urtë, është njeri i unitetit, nuk do të ketë klane ka në çdo parti, ka mos pajtime në çdo parti, mirë po Bedri është i urtë, ka përvojë shumë të madhe politikë. Unë e njeh që 40 vite kam qenë me ta në studime, njihemi shumë mirë me zveti, gjithmonë e mbaj mend kështu si njeri gjithmonë i pozitiv, i buzëqeshur, është shumë i aftë, ka qenë ndër studentat më të mirë
në fakultetin ekonomik ku ka studiu. Edhe në punë kudo që ka punu me sukses. Zotri Sefaj, një koment sa i përket emrit të zotrit Bedri Hamza? Po, nëse shkohet në përvend, nuk mund paragjykojmë ne që mund të ketë vetëm një kandidaturë. Ajo që ka sill kandidatura e Bedri Hamzës është duk një profil i qëndrueshëm, profesional, njëri me përvojë, i dëshmuar në menaxhim, mirë po jo që i ka munguar karizma që duhet ta ketë një legjender apo një kandidat për kryeministër që pretendon ta sfidoj Albin Kurtin, për arsye se me fjalorin, zhargonin dhe metodat që operon Albin Kurti, ajo që ka thënë Bedri Hamza nuk është ekuivalente për ta bërë ndryshimin e duhur apo për ta ul në nivelet ku lëvizja vetëvendosje nuk mund t'i mrri 40 deputet. Në rast se flasim me terma profesional, Bedriu ka qenë teknokrati më i mirë që e ka pas Republika e Kosovës të 25 vite. Por a mjafton për ta bën ndryshimin dhe për ta zvogluar lëvizjen vetëvendosje që mos mund ta pengoj as zgjedhjen e presidentit, ku i kam dyshime që ka fuqi politike dhe karizëm politik për ta bërë ata. Zoti Rexha, në anën tjetër pas dorëheqjes Membri Krasniqit, filloi edhe një diskutim tjetër dhe sa i përket subjekteve politike të tjera, madje për lidhjen demokratike të Kosovës u kërkuar gjithashtu që të ketë një reflektim sa i përket kryetarit Lumir Abdigjiku. Si është shihni ju këtë situatë? Dhe pse kërkohet që tash edhe për kryetar tjerë të subjekteve politike t'jepë dorëheqje dhe të zëvendësohen me emra të rinj? Po, duhet të ketë ndryshime. Edhe në LDK dhe në AKP, nëse dojmë me që Albin Kurtin në opozitë, na do të mu reorganizu opozita, se kështu me këta njerë, se vazhdimisht që Lumiri e shini, tash ka shku dhe ma poshtë. Nga non komuna që ju dheste, tash ka ranë 7, kështu që do të me jesë. Ramushi është mbajt mirë po pritet që mas 25 vjetëve në politike, dhe ajtë pritet që t'jalëshoj radhën Ardian Gjinit. Më falni, më do të me dalë si ju kom premtu Klan Kosovës, tash po jem këta. I përshëndesim kolegët dhe Faleminderit që inkuadruat. Faleminderit gjithashtu. Ndërkohë që kemi ndoshta edhe mysafir tjerë që po na presin, kështu që një pyetje tjetër për zotrin Sefaj. Në këtë pikë le të qëndrojmë, pak për zhvillimet që mund të jenë edhe në LDK, edhe nga ajo që dëgjojmë, atë paktën pra, si Membri Krasniqi, si Lumir Abdigjiku, pra i takojnë një gjeneratë relativisht më të re po themi politike, pra po nga vlerësimet tuaja po kuptojmë që përballja për Albin Kurtin do të thotë mund të ishte më fort nga kandidatë të tjerë, apo jo në këtë rast e përmendet zotrion Bedri Hamza, po nga LDK-ja. Kush do të ishte i duhur dhe ideali për... Mos i hymë në hak, ne nuk e kemi parë Memlin të garoj përballë Albinit në pozitën e kryeministrit, në garë për kryeministër, si rezultati i presionit të opinionit publik që ai të jetë Bedri Hamza. Mirë, por në rast se ja mosim sukseset që i ka pas në parti, janë të dukshme nëse e merr për bazë momentumin cilin ai e ka marrë Partinë Demokratike, e ka marrë në një momentum ku liderët e saj nuk ishin më prezent, duke i sikur u haruanin vendin atyre dhe veçmas ka marrë parti e cila ka shumë figura që janë vështirë të menaxhueshme, e njëjta është edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Lumir Abdigjiku ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për reformë, mirë po fatkeqësisht kjo nuk është kthyer në votë, veçmas në 2 komuna në Podujev dhe në Push Kosovë, ku këtyre 2 komuna ja ka ofru 2 prej kandidatëve më të mirë që kanë qenë në zgjedhjet lokale për kryetar komune. Tani më LDK-ja është po ashtu siç ka qenë PDP-ja në procesin e reformës. A duan ta ndalin reformën në gjysmë, a duan ta pengojnë reformën, a ja vlen të penalizohet Lumir Abdigjiku për humbjen e Fush Kosovës dhe të Obiliqit në terma nominal, ja vlen sepse flasim për 2 komuna, mirë po në rast se flasim për komunat që ai vardon të qeverisë, komuna e Prishtinës është më e madhe se të gjitha komunat bashkë që qoftë me buxhet, qoftë me numër të njerëzve që i qeverisë lëvizja vetëvendosje. Do të dëshiroja që në rast se ketë reformë njerëz që vinë që janë taf ta sfidojnë
këtë pushtet dhe këtë qeveri, si që është profesoresha Hikmeta Bajrami, e cila mendoj që ka qenë deputetja, në pothuajse për deputetë të vetme në nivelin e detyrës, e cila çdo ditë e ka përballë këtë pushtet me dështimet e saj dhe duke tregu si bëhen zgjidhjet duke dhënë alternativë. Po, vërtet, ka qenë shumë e zëshme dhe jo vetëm duke kritikuar, duke dhënë edhe propozime e zgjidhje. Ne po ju falenderojmë juve. Po. Duke dhënë edhe propozime. Po, patjetër, le ta me atë. Faleminderit shumë për sot. Faleminderit zotri Sefaj.